Sot është një ngjarje shumë e trisht për gjithë policinë e shtetit dhe në një operacion policor në Malin Bode në zonën e Maliqit, ne humbëm një koleg të mrekullueshëm, humbëm një baba, një familjar të përkushtuar dhe policia e shtetit humbi shërbëtorin e saj në shërbim qytetarëve. Kështu që në këtë ngjarje edhe një punonjës policie është i plagosur rënd dhe ai po merr ndihmën e plot mjekësore. Njëkohësisht edhe personi në kërkim që ishte bërë rrethimi i tij dhe për të bërë neutralizimin dhe kapjen e tij dhe ai gjatë shkëmbimit të zjarrit është plagosur dhe ndodhet në spitalin e Korçës. Është vërtet një ngjarje nga ato të cilat e lë pa fjalë, ku unë s'do doja sot që të isha para jush. Po ja kaloj fjalën doktoreshës për të dhënë ecurinë. Si është situata shëndetësore? Pacienti është pritur në spitalin e Korçës, është stabilizuar aty, është aktualisht i intubuar, siç e patë erdhi me helikopter. Është bërë punë shumë e mirë nga kolegët e Korçës, ndërkohë që tani u fut menjëherë në brenda ambienteve të bllokut operator dhe po vlerësohet nga ekipi multidisiplinor me reanimator, kirurg oromaksilofacial, otojatër dhe kirurg përgjithshëm. Do dim t'ju themi më shumë për ecurinë në vijim, për momentin mund të themi vetëm që po bëhet maksimumi për të marrë rezultatin maksimal për shëndetin e pacientit. Çfarë lëndime ka dhe ku i ka? Ka lëndime në pjesën e qafës dhe të kokës. Unë nuk besoj që duhet të hyj më në detaje. A janë një kërcënuese? Gjithmonë një traumë e këtyre përmasave është jetë kërcënuese. Se si do jetë ecuria do duhet na thot ekipi mjekësor që po bën vlerësimin. Është herët akoma për të thënë.